Përshëndetje të dashur miq, sot do t'ju tregoj një histori që do t'ju prek zemrën. Një burr i moshuar me rroba të grisura dhe fytyrë të lodhur ecte rrugëve të qytetit si një lyp i zakonshëm. Askush nuk e njihte, askush nuk e ndalonte. Por askush nuk e dinte se pas asaj pamje të thjesht fshihej një sekret i madh, ai ishte vetë mbreti, që kishte dalë mes njerëzve për të parë kush kishte ende zemër të pastër. Teksa ecte me bastun në dorë, ju afrua një vajze të re që shiste lule në cep të rrugës. "Bi, më jep pak ndihmë. Nuk kam ngrënë që nga dje," i tha ai me zë të dridhur. Vajza e shikoi me keqardhje, hapi çantën e vogël dhe numëroi pak monedha. Ishin lekët e fundit që kishte fituar atë ditë. Pa hezituar, ia zgjati të gjitha burrit. Ajo nuk e dinte se po jepte ndihmë vetë mbretit të vendit, dhe se ai gjest i vogël do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Dëshiron të vazhdoj pjesën 1 të historisë, ku zbulohet kush është vajza dhe si reagon mbreti. Zemra e një vajze dhe fytyra e një mbreti të harruar mëngjesin e një dite të ftohtë dimri. Qielli i mbuluar me re duke sikur mbante mbi supe gjithë peshën e trishtimit të botës. Një burr plak me rroba të vjetra e bastun druri ecte ngadalë në rrugicat e mbushura me balj. Askush nuk e përshëndeste. Askush nuk i hidhte asnjë vështrim. Për shumicën, ai ishte thjesht një lyps tjetër që kërkonte mëshirë. Por në të vërtetë, ai ishte mbreti artan i lirisë, një njeri që dikur kishte pasur gjithçka. Pushtet, pasuri, shërbëtor, njerëz që përkuleshin para tij. Por tani kishte vendosur të zbresë mes popullit të vet, pa kurora e paroje, për të parë me sytë e tij nëse njerëzit kishin ende zemër. I mbuluar me një pallto të vjetër që dikur mund të kishte qenë mbretërore, Artani ecte me hapa të ngadalta drejt qendrës së tregut. Zhurma e qytetit i dukej e huaj. Fëmijët qeshnin e vraponin, tregtarët u lërinin për të shitur mallin e tyre, ndërsa ai ndjente vetëm ftohtësi e boshësi. Në sytë e tij gjithçka kishte ndryshuar. Ai donte të kuptonte nëse njerëzit ishin bërë të pamëshirshëm, nëse pushteti dhe pasuria i kishin bërë të harrojnë shpirtin. Në një qoshe të tregut, pra një kioske të drunjtë, qëndronte një vajzë e re, ndoshta 18 ose 19 vjeç. Kishte flokë të gjatë ngjyrë gështenje dhe sytë i shkëlqenin si uji një lumi në diell. Në duar mbante një shport me lule të thjeshta, që i kishte mbledhur vetë nga kodrat. Veshjet e saj ishin të varfra, por të pastra. E quhej Elira. Elira jetonte në një kasolle të vogël jashtë qytetit, me nënën e sëmur. Çdo mëngjes dilte në treg për të shitur lule e ndonjë blok druri që e përgatiste vetë. Ishte e lodhur, por sytë e saj nuk kishin humbur dritën. Kishte mësuar nga nëna se mëshira dhe dashuria janë thesare që nuk varen nga pasuria. Kur mbreti i veshur si lyps ju afrua, ajo po mbyllte shportën sepse dita kishte mbaruar. Kishte shitur vetëm disa buqeta dhe kishte fituar pak lek. Aq sa për një copë bukë dhe pak qumësh për nënën. Plaku u ndal para saj dhe me zë të dridhur i tha: "Bi, a mund të më ndihmosh me diçka për të ngrënë? Nuk kam futur asgjë në gojë që nga dje." Elira ngriti sy. E pa, sytë e plakut nuk ishin si të tjerët. Kishin një thellësi që i preku shpirtin. Ishin sytë e dikujt që kishte parë shumë dhimbje, por që ruante ende një shkëlqim fisnik. "Nuk kam shumë gjysh," i tha ajo me zë të butë, "por ajo pak që kam, dua ta ndaj me ty." Ajo hapi çantën e vogël, numëroi pak monedha, ishin lekët e fundit që kishte fituar. Për një moment u mendua, po të mos i jepte, do të mund të blinte ilaçin për nënën. Por ndërgjegja nuk e la. Ia zgjati dorën plakut me buzëqeshje. Mbreti i fshehur ndjeu një therrje në zemër. Ai kishte kaluar gjithë jetën mes njerëzve që e kishin adhuruar për pushtetin, jo për shpirtin. Por kjo vajzë e varfër, pa e ditur kush ishte, i dha gjithçka që kishte, me zemër të hapur. "Pse e bën këtë, Bi?" e pyeti ai me zë të dridhur. "Sepse unë e di çfarë do të thotë të jesh në nevojë," tha ajo. "Kur dikush kërkon ndihmë, nuk mund t'i kthehesh shpinën. Mua më ka ndihmuar shumë kush kur kam qenë në errësirë. Tani është radha ime." Plaku e mori dorën e saj dhe e shtrëngoi me ngrohtësi. "Zoti të bekoft, Bi. Nuk e di nëse mund të ta kthej ndihmën sot, por një ditë do të shpërblej për këtë zemër." Elira buzëqeshi me thjeshtësi. "Nuk dua shpërblim, gjysh. Dua vetëm që të jesh mirë. Dhe nëse ndonjëherë ke nevojë për një vend për të ngrohur, mund të vish në kasollen tonë. Nuk kemi shumë, por kemi zemër." Fjalët e saj e tronditën. Ai e ndoqi me sy teksa ajo mblidhte shportën e luleve dhe nisej drejt rrugicës së gjatë që çonte jashtë qytetit. Njerëzit kalonin pranë tij pa e parë. Vetëm ajo e kishte parë. Të nesërmen mbreti u kthye përsëri, i veshur njësoj. Pa nga larg Elirën, e cila po ndihmonte një grua të moshuar që kishte rrëzuar thesin me patate.
E ngriti, e ndihmoi dhe pastaj u kthye te shporta e saj. Nuk kishte asnjë ndrojtje, asnjë mlef, vetëm butësi. Artani kuptoi se populli i tij ishte i ndarë mes pasurisë dhe varfërisë, por shpirti i vërtet jetonte tek ata që kishin më pak. Ai vendosi ta ndjekë Elirën fshehur Azi për të parë si jetonte. Në mbrëmje, ajo mbërriti në një kasolle pranë pyllit. Brenda një grua e lodhur me flokë të thinjur qëndronte në shtrat. Erdhe, bi? Pyeti ajo me zë të dobët. Erdha, nën. Sot shitëm disa lule. Kam pak bukë për ne të dyja. Gruaja buzëqeshi, Zoti të ruajt, Elira. Ti je vetmja dritë që më ka mbetur. Mbreti i fshehur qëndronte jashtë, duke dëgjuar nga dritarja e vogël. Zemra i rahu fort. Nuk ishte mësuar të shihte dashuri të tillë pa kushte. Në pallatin e tij gjithçka ishte marrëveshje, pushtet, interes. Këtu midis varfërisë jetonte shpirti i pastër i popullit të tij. Të nesërmen Artani u kthye në pallat pa thënë asnjë fjalë. Gardianët e përkulën me respekt, por ai i kaloi pa i parë. Në dhomën e tij uli kokën dhe tha me vete: Kam sunduar një mbretëri të pasur, por kam humbur mbretërinë e shpirtit. Kjo vajzë e varfër më mësoi çfarë është vlera e vërtetë. Ditët kaluan, por mendja e tij nuk largohej nga Elira. Ai e dinte se duhej ta ndihmonte. Jo për mëshirë, por për t'i dhënë asaj mundësinë që meritonte. Vendosi ta ftonte në pallat, por pa zbuluar menjëherë kush ishte. Do ta testonte edhe një herë. Një mëngjes, një karrocë mbretërore u nis drejt tregut me një shërbëtor. Ai ndaloi pranë vajzës së luleve dhe i tha: Zonjush, madhëria e tij kërkon praninë tënde në pallat. Do të marrësh me vete shportën tënde me lule. Elira mbeti pa fjalë. Në pallat? Unë. Po pse unë? Kështu është urdhri. Me zemrën që i rrihte fort, ajo hipi në karrocë. Mendoi për nënën që po e linte vetëm për pak kohë, por shërbëtori e siguroi se do t'i sillnin ushqim me ilaçe. Kur mbërriti në pallat, sytë e saj nuk besonin atë që shihnin: mure të artë, dysheme të pastra si pasqyrë, obore me trëndafila. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen ishte fytyra e mbretit. Ai u ngrit nga froni dhe e pa drejt në sy. Ti je gjyshi i tregut, tha ajo duke mbuluar gojën nga habia. Mbreti buzëqeshi lehtë: Jo, bi. Unë jam Artani, mbreti i këtij vendi. Por më e rëndësishmja, jam njeriu që t'i ndihmove kur askush tjetër nuk e bëri. Elira qëndroi pa fjalë. Lotët i mbushën syt. Unë se dija se bëra sepse ishe mbret. E bëra sepse kishe nevojë. E pikërisht për këtë, tha ai, ti meriton më shumë se kushdo. Që nga sot do jesh kujdestare e kopshteve mbretërore. Pallati do të jetë shtëpia jote, dhe nëna jote do të ketë kujdesin më të mirë. Elira ra në gjunjë duke qarë nga gëzimi. Madhëri, unë s'kam bërë asgjë të jashtëzakonshme. Mbreti ju afrua dhe ja ngriti duart. Jo, bi. Ti më mësove më shumë se çdo këshilltar. Më tregove se fuqia e vërtetë e një mbreti nuk është në fronin e tij, por në zemrat që di të prek. Në atë çast, në sallën e madhe ra heshtje. Rrezet e diellit kaluan përmes dritareve të mëdha dhe ndriçuan fytyrën e Elirës. Një vajzë e varfër, me duar që kishin mbledhur lule për të jetuar, tashmë mbante në duar shpresën e një mbretërie. Dhe kështu një mbret që doli në rrugë për të testuar shpirtin e popullit, gjeti njeriu më të pasur në zemër, në vajzën që i dha lekët e fundit pa kërkuar asgjë në këmbim. Vajza që solli dritën në pallatin mbretëror. Jeta vazhdonte me shkëlqimin e zakonshëm. Sallat ishin plot me fisnik që flisnin për arin, pushtetin dhe lavdin. Askush nuk e kuptonte se në mesin e tyre kishte hyrë dikush që do të ndryshonte gjithçka. Elira, vajza e varfër që kishte ndihmuar mbretin kur askush nuk e bëri. Në ditën e parë, ajo u ngrit herët. Nuk kishte gjumë në sytë e saj, sepse zemra e rrihte fort nga ndjenja e re e përgjegjësisë. Veshjet e saj nuk ishin më të vjetra, por të thjeshta, ashtu siç kishte kërkuar vetë. Nuk donte të dukej si fisnike, por si vetvetja në obor, kopshtet mbretërore ishin plot me lule të vyshkura. Shërbëtorët e vjetër i shikonin me përçmim. Çfarë do të bëj kjo vajzë e tregut këtu? Pëshpëritnin disa, madhëria pas ka marrë më qaf pallati me këto mëshirime, thoshin të tjerë. Por Elira nuk i dëgjoi. Ajo mori kovën, u përkul dhe nisi të ujiste lulet një nga një, me kujdes, sikur secila ishte një jetë më vete. Syt i shkëlqenin. Çdo prekje e dorës së saj dukej sikur sillte jetë. Në atë moment, mbreti Artan doli në balkon dhe e pa nga larg. Zemra ju mbush me krenari. Ai pa tek ajo diçka që kishte humbur vetë prej kohësh. Për ulësi dhe dashuri për çdo gjë të gjallë. Madhëri, i tha këshilltari i tij më i afërt, mos harroni, pallati ka rregulla.
Kjo vajzë nuk është fisnike. Do të përqeshet dhe njerëzit do të mendojnë se ju po dobësoni autoritetin. Mbreti e pa drejt në sy, le të më quajnë të dobët nëse dobësia ime është mëshira. Do të shohim kush nga ne është më i fortë në fund. Ditët kaluan dhe Elira u bë si një reze dielli në çdo cep të pallatit. Ajo u fliste shërbëtorëve me respekt, i ndihmonte, u jepte nga koha e saj. Një ditë një shërbëtore e vogël rëshiti e rrëzoi një tabaka me gota. Zhurma mbushi sallën. Të gjithë e pan me frikë, sepse ndëshkimi për gabime të tilla ishte i ashpër. Por Elira vrapoi, e ndihmoi vajzën të ngrihej dhe i buzëqeshi, mos u trem. As gotat nuk janë më të vlefshme se zemra jote. Mblidhi bashk, do t'i lajme, do t'i vendosim sërish. Zëri i saj u dëgjua në gjithë sallën. Disa fisnik kthyen kokën të habitur. Nuk ishin mësuar me fjalë të tilla. Në atë moment, mbreti që e kishte parë gjithçka, u afrua dhe tha: "Ky pallat ka parë shumë pasuri, por asnjëherë kaq shumë dritë." Elira u përkul me përullësi: "Madhëri, unë thjesht bëj atë që më ka mësuar nëna ime. Të mos harroj kurrë se çfarë jam." "E pikërisht kjo të bën më fisnike se të gjithë", ja ktheu ai. Por jo të gjithë e donin këtë ndryshim. Princi Arben, nipi i mbretit që ëndërronte fronin, e pa me dyshim. Ai ishte i rritur në luks, i mësuar të marrë çdo gjë pa e fituar. Kur pa që mbreti jepte vëmendje një vajze të varfër, ndjeu zili. Një mbrëmje gjatë një darke madhështore, ai u afrua Elirës. "A e di ti, vajze tregut, se ku je? Ky nuk është vend për njerëz që mbledhin lule. Këtu flitet me tituj, me gjake, me emra, jo me duar të pista nga toka." Elira uli kokën, por syti mbetën të qetë. "Nëse toka është pis, është sepse mbjell jetë. Dhe unë jam krenare që kam duar që e njohin." Fjalët e saj ranë si rufe. Disa obortar nisën të pëshpërisnin. Mbreti që e dëgjoi gjithçka, u ngrit dhe tha: "Në këtë pallat nderohet zemra, jo titulli. Kujtoje mirë, Arben." Nga ajo ditë, princi nisi ta urrente në heshtje. Ai nisi të shpikte thashetheme, se Elira ishte një mashtruese, se kishte hipnotizuar mbretin me ndonjë magji të çuditshme. Por asgjë nuk mund të ndalte dritën që ajo sillte. Çdo javë, pallati mbushej me njerëz të varfër që kërkonin ndihmë. Dhe Elira kujdesej personalisht për ta. Ajo hapi një kopsht të mëshirës, ku çdo njeri në nevojë mund të vinte, të hante e të merrte një tuf lule. Mbreti e shikonte me sy të ngrohtë, por në heshtje i friksohej një gjëje. Elira po fitonte dashurinë e popullit më shumë se ai vetë. Dhe ndon se kjo e gëzonte, e dinte se do të kishte pasoja, një natë, teksa qielli përplaste vetima mbi kështjell. Princi Arben dhe një grup fisnikë shyn fshehurazi në dhomën e Elirës. Në duar mbani një kuti të vogël me ar, "Merr këtë", i tha Arbeni me zë të ulët, dhe largoju nga këtu. "Nuk e di çfarë magjie ke bërë mbi xhaxhain tim. Por nëse ri më gjatë, do të jetë vonë për të shpëtuar veten." Elira e pa drejt në sy: "Nuk jam këtu për ar. Jam këtu sepse dikush më pa me sy njerëzor, jo si lypsare. Dhe unë do ta nderoj besimin e tij deri në fund." "Atëherë do të pendohesh", tha Arbeni dhe u largua, duke përplasur derën. Të nesërmen, pallati gumëzhinte nga një lajm. Dikush kishte vjedhur kutinë me arin mbretëror. Të gjithë syt u drejtuan nga Elira. Shërbëtorët që më pare kishin dashur nisën të flisnin me frikë. Ajo ishte e fundit që u pa afër thesarit, ndoshta gjithçka ishte plan që kur e njohu mbretin. Mbreti Artan hyri në sallën e madhe dhe pa Elirën që qëndronte përballë tij me lot në sy. "Bi, thuaj të vërtetën. A kishe ti ndonjë dorë në këtë?" Zëri i tij ishte i butë, por i rënd sigur. Ajo ngriti kokën. "Jo, madhëri. Asnjë monedhë nuk ka kaluar kurrë në duart e mia pa djers. Ju më besuat dhe unë nuk do ta tradhtoja kurrë këtë besim." "Atëherë kush?" "Ai që nuk duron të shoh dritë në një shpirt të thjeshtë." Mbreti e kuptoi menjëherë. U kthye nga Arbeni dhe tha: "Nëse ajo vajzë e varfër është gënjeshtare, atëherë unë nuk jam mbret, sepse kam parë shpirtin e saj. Dhe ai është më i pastër se gjithë arin e kësaj salle." Pas një hetimi, shërbëtorët zbuluan kutinë e fshehur në dhomën e princit. Kur mbreti hyri, Arbeni ra në gjunjë. "Madhëri, unë doja të mbrojja. Ajo po të bënte të dobët." "Jo", ja ktheu mbreti, "ajo më mësoi si të jem njeri. Ti, që ke lindur në pasuri, s'ke mësuar kur që është zemra." Elira u kthye në kopshtet e saj. Por tashmë e gjithë mbretëria e njihte. Njerëzit e quanin zemra e mbretërisë. Ajo nuk kërkoi as shpërblim, as lavdi. Vetëm që më shumë njerëz të kenë mundësi të japin dashuri si ajo. Në mbrëmjen e asaj dite, mbreti doli përsëri me pallton e vjetër dhe bastunin që dikur kishte përdorur kur u maskua si lyps.
E pa nga dritarja e kopshtit dhe tha: "Në fund unë dola për të gjetur mëshirë në rrugë." Por mëshira hyri vetë në pallat. Elira e dëgjoi dhe ju afrua: "Madhëri, më lejoni t'ju them diçka?" "Thuaje, bi." Një mbret nuk matet nga froni ku ulet, por nga numri i zemrave që diti ngroh. Mbreti buzëqeshi me sy të lagur. Në atë qast njëherë lehtë kaloi mes luleve. Duket sikur edhe qielli u përkul pak nga dashuria që ndjeu për atë vajzë. Zemra që udhëhoqi një mbretëri pas ngjarjes që tronditi pallatin, qetësia u rikthye. Por kjo herë ndryshimi ishte i dukshëm. Nëpër korridoret ku dikur dëgjoheshin zëra për pushtet e pasuri, tani dëgjohej zëri i Elirës që udhëzonte shërbëtorët me dashuri. U jepte fjalë të mira dhe frymë të re. Ajo nuk kishte frikë, nuk kishte krenari, kishte vetëm zemër. Kopshtet e pallatit lulëzuan si kur më parë. Njerëzit e thjesht që dikur nuk kishin shpresë filluan të besonin sërish. Një ditë në javë, porta e madhe e pallatit hapej për të gjithë. Të varfër, jetim, të moshuar. Elira e kishte quajtur atë ditë dita e njeriut. Mbreti, i ulur në fronin e tij, shikonte me sy që i mbusheshin me lot teksa ajo i priste të gjithë me përulësi, dëgjonte hallet e tyre dhe jepte zgjidhje aty ku as këshilltarët nuk dinin ç'të bënin. Një mbrëmje, teksa dielli po perëndonte pas maleve, mbreti Artan ndjeu një dhimbje të fortë në kraharor. Ai rrëzoi bastunin dhe u përkul. Shërbëtorët vrapuan drejt tij, por zëri i tij ishte i dobët. "Mos i thërisni mjekët, thërisni Elirën." Kur ajo hyri në dhomë, mbreti i zbeti zgjati dorën. "Bi, koha ime po mbaron. Por zemra ime është e qetë, sepse ti je këtu. Ti dhe dritë këtij pallati kur unë isha verbuar nga arin." Elira ul pranë tij dhe i mori dorën me ngrohtësi. "Madhëri, mos fol kështu. Ju jeni ende dritë për ne." "Jo, Elira. Tani është radha jote ta mbash dritën ndezur." Në ditët që pasuan, mbreti nuk u shfaq më në publik. Populli filloi të shqetësohej, në përtregje flitej. "A thua mbreti ka vdekur? Kush do ta drejtoj tani mbretërinë?" Por Elira doli në balkonin e madh me rroba të thjeshta dhe u foli njerëzve. "Madhëria është e sëmur, por do të shërohet. Deri atëherë, unë do të kujdesem për ju, ashtu si që ju kujdes për mua kur s'isha askush." Fjalët e saj ranë si balsam mbi popullin. Njerëzit brohoritën emrin e saj dhe për herë të parë në oborin mbretëror u ndje dashuria e vërtetë. Jo frikë, jo pushtet, por besim. Elira nuk e mori kur titullin mbretëresh, por të gjithë e quanin zonja e dritës. Ajo ul çdo ditë në fron për të dëgjuar hallet e njerëzve, por asnjëherë nuk lejonte që dikush të përkulej para saj. "Përkuluni vetëm para Zotit," thoshte me zë të butë. Këshilltarët u habitën nga urtësia e saj. Njëri prej tyre i moshuar i tha një ditë: "Kam parë shumë mbretër, zonjë, por asnjë nuk e ka udhëhequr popullin me kaq dashuri. Si e bën?" Ajo buzëqeshi, "Sepse unë nuk i shoh si popull, i shoh si familje." Por ndërsa drita e saj përhapej, një hije po afrohej. Princi Arben, që ishte dërguar larg pallatit pas turpit të tij, po kthehej fshehurazi me urrëtie në zemër. Ai kishte mbledhur disa njerëz të pakënaqur dhe planifikonte të marrë fronin me forcë. Një natë, kur Elira po kujdesej për mbretin në dhomën e tij, dëgjoi një zhurmë jashtë. Rojet u përplasën dhe para saj u shfaq Arbeni me shpatë në dorë. "Mjaft me këtë teatrin e mëshirës. Ky pallat ka nevojë për forcë, jo për përalla." Elira u ngrit me qetësi. "Forca e vërtet nuk është të friksosh, por të falësh. Kthehu mbrapa, Arben, ende ke kohë të ndryshosh." Ai qeshi me përbuzje, "Ti si askush. Një vajzë që shiste lule. Do të mposhtet nga dikush që ka lindur për fronin." Në atë qast, dera u hap dhe mbreti, megjithse i sëmur, u ngrit. Me dorën që i dridhej, mbajti bastunin dhe doli përpara. "Jo, Arben," tha ai me zë të fortë. "Ti linde për pushtet, por jo për drejtësi. Dhe ky është ndryshimi mes njeriut dhe tiranit." Princi ngriti shpatën, por Elira u hodh përpara, shpata e preku në krah. Ajo ra në gjunjë, por nuk bërtiti. Vetëm tha: "Madhëri, mos e urreni. Ai ka nevojë për ndjes, jo për ndëshkim." Arbeni mbeti i shtangur. Ai pa gjakun që i rrite Elirës dhe ndjeu se diçka u thye brenda tij. Pse e bëre këtë për mua?" Pyeti ai me zë të dridhur, "Sepse edhe ti ke zemër. Vetëm se e ke harruar ku ta kërkosh." Në atë moment shpata i ra nga duart. Ai ra në gjunjë dhe nisi të qante. Mbreti e përqafoi me lot në sy. "Tani e kuptove, bir. Mbreti nuk lind nga gjaku, por nga zemra." Ditët që pasuan ishin ditë shërimi. Elira u përkujdes nga mjekët, ndërsa princi Arben nuk u largua asnjë ditë nga krahët e saj.
Kur ajo u zgjua, ai ishte atje me sytë e përlotur. Më fal, i tha ai, më bëre të kuptoj se pushteti pa shpirt është vetëm pranga e artë. Elira buzëqeshi, tani ke kuptuar gjithçka. Kur mbreti u përmirësua, doli përpara popullit. Unë kam parë shumë njerëz, por asnjë si ajo vajzë që dikur më dha leket e fundit në rrugë. Ajo është drita që do të udhëheqë këtë mbretëri kur unë të mos jem më. Populli shpërtheu në duartrokitje, Elira me sytë e lagur i tha, madhëri nuk dua fron. Dua që të gjithë të jetojnë në paqe. Ky është shpërblimi im. Mbreti u afrua dhe i vuri një lule mbi flok. Kjo është kurora jote, sepse ti je mbretëresh në shpirt, dhe askush s'mund ta marrë këtë titull. Vitet kaluan. Mbretëria u njoh si mbretëria e zemrave. Në çdo rrugë kishte një kopsh me lule dhe njerëzit kujtonin se dikur një vajzë e varfër u dha mëshirë një të panjohuri dhe ndryshoi fatin e një vendi të tërë. Në ditët e fundit të jetës së mbretit, ai ul në kopshtin e pallatit dhe pa nga qielli. Elira tashmë e pjekur ul pranë tij. E kujton madhëri ditën kur u maskuat si lyps? Ai buzëqeshi, po, dhe kujtoi dorën që më zgjati leket e fundit. Ishte dora që më shpëtoi shpirtin. Elira e mori dorën e tij dhe tha, në atë ditë asun s'dija se do të ndihmoja një mbret. Thjesht ndihmova një njeri. Dhe kjo është arsyeja pse e mbretëreshe përjetshme. Kur ai mbylli syt për herë të fundit, një erë butë kaloi mbi pallat. Lulet e kopshtit u lëkundën lehtë si për ta përshëndetur. Në qiell dielli perëndoi me ngjyrë ari dhe populli thoshte. Mbreti iku, por drita e tij mbeti, në zemrën e një vajze që dikur i dha gjithçka që kishte. Zbulimi që tronditi gjithë fshati mëngjesi që pasoi ishte ndryshe nga çdo ditë tjetër. Dielli kishte lindur i artë, zogjt këndonin më fort se zakonisht. Por në shtëpinë e vajzës mbretëronte heshtje. Ajo ishte zgjuar herët, kishte ndezur zjarrin dhe po përgatiste kafen për të atin e sëmur. Nuk e dinte se në atë qast një karrocë mbretërore me stema ari po ngjitej ngadalë përpjet rrugicës së fshatit të saj. Kur karroca ndaloi para portës, gjithë fshati u mblodh. Kur nuk kishin parë më parë diçka kaq madhështore. Nga karroca zbritën roje me uniforma blu dhe më pas një burr me mantel të kuq dhe kuror të artë në kokë. Vet mbreti. Zëri njerëzve shpërtheu në pëshpërima. Është ai mbreti. Ç'kërkon këtu? Askush se dinte përgjigjen. Vajza doli në pragun e derës, e hutuar, me duart ende të njollosura nga mielli. Kur sytë e saj takuan fytyrën e mbretit, u drodh si gjeth. Ai ishte i njëjti burr që kishte ndihmuar pak ditë më parë. Ai që i kishte kërkuar një cop bukë. Mbreti ju afrua ngadalë me një buzëqeshje të butë në fytyrë. Të kujtohem, bija ime? Tha ai me zë të ngrohtë. Ju ishit, vajza u hutua, sytë ju mbushën me lot. Po, vazhdoi ai. Unë isha i lypsi që ti e ndihmove, ndonë se vetë s'kisha asgjë. Ti më dhe më shumë se para më dhe besim tek njerëzia. Turma heshti. Vetëm era që frynte në përdegët e pemëve dëgjohej. Mbreti hapi krahët dhe përqafoi vajzën si një baba. Ti ke zemrën e një mbretëreshe, i tha ai, dhe një shpirt që nuk mund ta bleje asari. Pastaj ai u kthye nga njerëzit e fshatit dhe shpalli. Që sot kjo vajzë do të jetë në mbrojtjen time. Do të ketë shtëpi, shkollë dhe një jetë të re në pallatin mbretëror. Fshati shpërtheu në duartrokitje. Disa gratë qanin nga emocionet, vajza me lot në sy, i kapi duart mbretit dhe tha me zë të dridhur. Unë s'bëra asgjë për shpërblim, madhëri. Vetëm ndjeva dhimbje për ju. Mbreti i buzëqeshi dhe tha me butësi. Pikërisht për këtë ti meriton gjithçka. Në atë qast, nëna e vajzës u shfaq në derë, e dobët, por me sytë që ndritnin. Ajo pa vajzën e saj të përqafuar nga mbreti dhe kuptoi menjëherë. Zoti i kishte dëgjuar lutjet e saj. Ajo ra në gjunjë, por mbreti ju afrua dhe ngriti me duar. Mos u përkulni, zoni. Sot përkulem unë para zemrës së bijes suaj. Asnjëherë më parë fshati nuk ishte përjetuar diçka kaq të fuqishme. Mbreti, i prekur nga ndershmëria e vajzës, vendosi ta çonte me vete në pallat. Vajza, me zemrën që i rrite fort, i hodhi një vështrim shtëpisë së vjetër, nënës që e bekonte me lot në sy, dhe i premtoi se do të kthehej përsëri. Teksa karroca u nis ngadalë, gjithë fshatarët e përshëndetën me duar. Në atë udhëtim drejt pallatit, mbreti rrëfeu të vërtetën. Se shpesh dilte fshehur për të parë si jetonin njerëzit, dhe sa askush nuk e kishte trajtuar me dashuri të vërtetë, përveç saj. E kuptova se mbretëria ime nuk është pallati, por zemrat e atyre që din të duan pa interes. Tha ai, vajza qeshi përmes lotëve. Ajo se dinte, por me atë gjest të vogël kishte ndryshuar jo vetëm jetën e vet, por edhe zemrën e një mbreti.
Vajza që preku pallati me shpirtin e saj karroca mbretërore përshkonte rrugët e gjata të mbretërisë. Rrotat përplaseshin lehtë mbi kaldrëm, ndërsa vajza e ulur përballë mbretit shikonte me habi kështjellat, kopshtet dhe fushat e arta që shtrieshin përtej horizontit. Ajo nuk kishte parë kur diçka të tillë, gjithçka i dukej si një ëndër. Mos u frikso, i tha mbreti me zë të butë. Këtu nuk je e huaj. Nga sot, ky vend është edhe i yti. Vajza uli kokën me respekt. Unë s'jam askush, madhëri. Jam thjesht një vajzë që shiste lule në treg. Se di nëse meritoj të jem këtu. Mbreti buzëqeshi me dhembshuri. Kur dikush jep nga pak, edhe kur s'ka asgjë, ai meriton gjithçka. Ti ma kujtove këtë të vërtet që unë, në pushtet e pasuri, e kisha harruar. Kur mbërritën në portat e pallatit, rojet u përkulën me një herë. Obori u mbush me zhurmë, kuriozitet dhe sy që vrojtonin vajzën e thjesht që zbriste nga karroca mbretërore. Shërbëtorët pëshpëritnin mes tyre. Kush është ajo? A mos është ndonjë princesh nga një mbretëri tjetër? Por askush nuk guxoi të fliste me zë të lartë. Në sallonin e madh, me mure të zbukuruara me flori, mbreti ngriti dorën për qetësi. Dëgjoni, tha ai me zë të fortë. Kjo vajzë që shihni para jush, është shembulli më i pastër i mirësisë. Ajo më ndihmoi kur të gjithë më kthyen shpinën. Ndaj nga sot, ajo do të trajtohet me nderin që meriton. Në mesin e turmës, disa ubortar ngritën vetullat. Ishin njerëz që kishin jetuar gjithë jetën në luks dhe nuk mund të pranonin që një vajzë e varfër të hynte në botën e tyre. Një nga damat e oborit, e quajtur Liriana, u afrua dhe tha me një zë të ëmbël, por me helmin e krenarisë brenda tij. Madhëri, me gjithë respektin, a mendoni se një vajzë e rrugës mund të përshtatet me jetën e pallatit? Vajza uli syt, e ndjeu turpin t'i përvëlonte faqet, por mbreti pa u menduar u kthye drejt saj dhe tha: Zoni mos harroni, nderi nuk matet me veshje por me shpirt, dhe shpirtin e saj nuk mund ta zbeh asnjë kuror. Fjala e mbretit ra si rufe në obor. Askush nuk guxoi të thoshte më asgjë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me habi. Vajza mësoi të lexonte, të shkruante dhe t'i përshëndeste njerëzit me dinjitet. Por kur nuk humbi thjeshtësinë e saj. Çdo mëngjes, në vend që të shëtiste në kopshtet e mbretit, ajo ndihmonte kuzhinierët, ndante bukë me shërbëtorët dhe fliste me njerëzit që askush nuk i vërente. Nuk mund të jetoj në luks, kur dikush tjetër s'ka bukë, u thoshte ajo, lajmi për zemrën e saj të mirë u përhap në të gjithë mbretërinë. Fëmijët e fshatit që ajo kishte lënë pas nisën të merrnin ndihmë nga pallati. U hapën shkolla, u dërguan ushqime dhe njerëzit filluan ta quajnë vajza e dritës. Një ditë, ndërsa po lexonte në kopsht, mbreti ju afrua me një letër në dorë. Kam diçka për ty, i tha. Është një ftesë për një festë mbretërore që do të mbahet në nderin tënd. Ajo u trondit, në nderin tim? Po, u përgjigj ai. Njerëzit duhet të mësojnë se fisnikëria nuk lind nga gjaku, por nga zemra. Në mbrëmjen e festës, pallati u mbush me dritë, muzikë dhe rroba të shndritshme. Por vajza, me një fustan të bardhë të thjeshtë që i kishte dhuruar vetë mbreti, ishte më e bukura në sallë. Kur mbreti u ngrit për të folur, tha me zë të fortë: Kjo vajzë nuk është më thjesht një mike e imja. Ajo është drita e mbretërisë sime. Nga sot, ajo do të quhet princesha e popullit. Salla shpërtheu në duar trokitje. Disa qanin, disa u përkulën. Vetëm vajza qëndronte shtangur me lot që i rridhnin në faqe. Ajo ju afrua mbretit dhe pëshpëriti: Nuk më duhet titulli, madhëri. Më duhet vetëm që njerëzit të mos vuajnë më. Mbreti buzëqeshi dhe i vuri dorën mbi supë. Atëherë, ti ke kuptuar më shumë se çdo kush do të thotë të jesh mbret. Në atë moment, dritat e sallës u pasqyruan në fytyrën e saj të ndritshme. Dhe gjithë të pranishmit e kuptuan se ajo vajzë e thjeshtë, që dikur kishte dhënë monedhën e fundit për një lyps, kishte fituar më shumë se çdo pasuri. Kishte fituar dashurinë e një populli dhe respektin e një mbreti. Komploti në pallat dhe prova e fundit e zemërsnetët që pasuan festën ishin të qeta në pamje, por jo në zemrat e të gjithëve. Nëpër korridoret e pallatit, zhurma e hapave të fshehtë, pëshpërimat dhe fjalët e përtypura nga Zilia nisën të shtoheshin. Disa ubortar nuk mund ta pranonin që një vajzë e varfër, një shitse lulesh, të ishte tani princesha e popullit. Midis tyre më e helmta ishte Liriana, ajo që e kishte përqeshur vajzën që në ditën e parë. Një natë, në ndritën e qirinjve, ajo u mblodh me dy këshilltar të vjetër të mbretit. Ai është plak e zemra i është zbutur nga një vajzë që s'dia si të mbajë një lugë, tha ajo me sarkazëm. Njëri prej këshilltarëve, një burr me fytyrë të rrudur dhe sy që lëviznin si gjarë për pshertiu. Mbreti e do si bi, tha, po bijat ndonjëherë i shkatërrojnë mbretëritë.
Ja ktheu ajo me një buzëqeshje. Të ftohtë, do e zhdukim nga pallati dhe ai vetë do të na falenderoj. Në të njëjtën kohë, vajza ishte në dhomën e saj duke shkruar një letër për nënën. Ajo i tregonte me gëzim për jetën në pallat, për shkollën, për fëmijët që tani mësonin fal saj. Më mungon shtëpia, por mbreti është si një baba për mua, kishte shkruar. Ajo nuk e dinte se shumë shpejt do të vije në provën më të madhe të jetës së saj. Të nesërmen, mbreti u sëmur papritur. Një helm i holl ishte hedhur në gotën e tij të verës dhe të gjithë filluan të fajsonin atë. Rojet hynë në dhomën e saj me zhurmë. Princesh, jeni arrestuar. Ju akuzojnë për tradhti ndaj kurorës. Ajo ngriti syt e tronditur. Çfarë? Unë s'kam bërë asgjë. Për Zotin, unë e dua si babë. Fjalët e saj u mbytën në lot. E lidhën duart dhe e quan në qelinë e ftohtë të pallatit. Në të njëjtën kohë, Liriana me një shprehje të qetë fitimtare i tha rojeve. Drejtësia mbretërore duhet të jetë e pamëshirshme. Ajo e ka mashtruar madhërinë, por Zoti nuk haron kurrë zemrat e pastra. Një nga shërbëtorët e pallatit, një djalë i ri që vajza e kishte ndihmuar dikur kur ishte sëmur, dëgjoi gjithçka. Ai pa me sytë e tij se kush e kishte helmuar verën dhe vendosi të tregonte të vërtetën. Në mëngjesin që pasoi, mbreti u zgjua me vështirësi, por gjallë. Ai kërkoi me një herë ta shihte vajzën. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti me zë të dobët. Liriana u përkul. Madhëri, ajo vajzë ju ka tradhtuar, por sapo ajo foli, shërbëtori doli përpara, gënjeshtër. Tha me guxim, e pash me sytë e mi. Ishte zonja Liriana, ajo që hodhi helmin në gotë. Turma mbeti pa fjalë, sytë e mbretit u errësuan, por fytyra ju mbush me dhimbje. Ai ngriti dorën, mjaft. Bërtiti. Qohu, bi. Rojet ja hoqën prangat vajzës dhe ajo u rrëzua në tokë, duke qarë. Mbreti u ngrit, me trupin që i dridhe nga sëmundja dhe e përqafoi. Më fal që dyshova, më fal që lash hijet e pallatit të erësojnë dritën tënde. Pastaj u kthye nga Liriana dhe këshilltarët. Zilia është helm më i keq se çdo verë. Ju e keni humbur shpirtin. Largohuni nga mbretëria ime për jetë. Të gjithu përkulën para vajzës. Ajo nuk tha asnjë fjalë, vetëm mori dorën e mbretit dhe mbështeti në zemrën e saj. Unë nuk dua hakmarrje, madhëri, pëshpëriti ajo. Vetëm paqe. Ato fjalë prekën thellë çdo zemër në sallë. Dhe për herë të parë, mbreti qeshi me lot në sy. Ti se di, por ke sunduar mbi gjithë ne që nga dita kur më dhe ato monedha të fundit. Unë isha mbret me fron, por ti e mbretëresh me shpirt. Atë ditë, ai shpalli një dekret që tronditi gjithë vendin. Në këtë mbretëri, asnjë njeri nuk do të gjykohet nga prejardhja, por nga zemra dhe veprat e tij. Fjalët e tij u përhapën si erë ngrohtë në çdo cep të tokës. Dhe njerëzit filluan ta duan më shumë se kurrë. Jo nga frika, por nga respekti, vajza nuk kërkoi pasuri. Ajo kërkoi që të hapeshin shkolla, që të ushqeheshin fëmijët jetim, dhe që pallati të ishte derë hapur për të gjithë. Mbreti e vështroi dhe tha, e shikon, bija ime, ti ke ndryshuar gjithë mbretërinë dhe mua. Në mbrëmje, ndërsa dielli perëndonte mbi kështjell, vajza që dikur shiste lule ndjeu një frymë të lehtë në faqe. Ju duk sikur era i përshpëriti. Mirësia e vërtet nuk kërkon kuror, ajo mjafton vetë. E vërteta që ndryshoi gjithçka mbrëmja kishte rënë butë mbi qytet. Fenerët e rrugës ndriçonin me dritë të zbetë, dhe një fllad i ngrohtë përkëdhelte ballin e lirës ndërsa ecte drejt pallatit mbretëror. Zemra i rrihte fort, por këtë herë jo nga frika, nga emocionet e një dite që kishte përmbysur jetën e saj. Para saj, dyert e mëdha të arta u hapën ngadalë dhe një shërbëtor u përkul me respekt. Në sallonin madhështor, mbreti Arion e priste. I veshur thjesht, pa kuror, pa madhështi, por me një buzëqeshje të thellë që i rinte si diell pas tuhis. Kur ajo u afrua, ai u ngrit dhe e pa drejt në sy. Lira, tha me një ton që dridhe mes mirënjohjes dhe emocionit. Ti më dhe diçka që askush nuk ka guxuar të më jap më parë. Nuk ishin monedhat e tua ato që më prekën, por zemra jote. Ajo uli syt e turpëruar e ndrojtur. Unë nuk dia kush ishe, madhëri. Thjesht pash një njeri në nevojë, dhe ndoshta ndjeva veten në vendin tënd. Mbreti u afrua dhe i mori duart e vogla të lodhura. Pikërisht për këtë arsye, tha i me zë të ulët, unë vendosa që askush të mos vuaj më nga uria në këtë mbretëri. Ti më tregove se mbretëria ime kishte humbur shpirtin dhe tani dua që ti të jesh pjesë e ndryshimit. Ajo ngriti kokën e habitur. Unë, madhëri? Unë jam askush, jo, tha i me vendosmëri. Ti e gjithçka që ky vend ka harruar. Ndjenja, mëshirë dhe guxim. Dua që të jesh këshilltarja ime për popullin e thjesht. Do të jesh zëri i tyre.
Në sytë e lirës rëshitën lot të heshtur. Ishte hera e parë që dikush e shihte përtej varfërisë së saj. Përtej rrobave të grisura dhe ditëve pa bukë. Dhe ajo, pa e kuptuar, po bëhej pjesë e një epoke të re. Ditët që pasuan ishin si një ëndër që merrte frymë. Lira filloi të vizitonte fshatrat, të dëgjonte njerëzit, të shkruante nevojat e tyre dhe t'ia sillte mbretit çdo javë. Arioni e dëgjonte gjithmonë me vëmendje dhe bashkë ata krijuan ndryshime që kur më parë nuk ishin parë. Ushqim për jetimet, strehër të pastrehët, shkolla për vajzat. Por ajo që nisi si mirënjohje lindi ngadalë në diçka më të thellë. Në sytë e mbretit, Lira shihte çdo ditë një butësi që e bënte zemrën t'i dridhej. Ai në heshtje e priste çdo takim me padurim. Ishte dashuria më e pastër, ajo që lind nga respekti dhe drita e shpirtit. Një mbrëmje, ndërsa dielli perëndonte pas dritareve të pallatit, Arioni u afrua dhe i tha: "Nëse dikur më dhe monedhën tënde të fundit, sot më ke dhënë gjithçka. Zemrën time, ajo u step. Lotët i mbushën syt. Por unë jam e varfër, një vajzë e thjesht", ai vendosi dorën në faqe. "Dhe unë jam njeriu që pa ty nuk do të ishte mas mbret." Në atë moment, pallati u mbush me një dritë të butë, si në një bekim qiellor. Shërbëtorët panë në heshtje teksa mbreti dhe vajza e varfër u përqafuan në mes të sallës. Ishte historia e një mbretërie që gjeti shpirtin e saj fal një zemre të pastër. Dhe një vajze që gjeti dashurinë më të vërtetë. Pa pasuri, pa kuror, por me ndjeshmëri. Në vitet që pasuan, njerëzit nuk e quanin Arionin mbreti i maskuar, por mbreti i popullit. Dhe pranë tij gjithmonë qëndronte ajo. Vajza që një ditë i dha të fundit 100 darkë. Pa ditur se po shpëtonte një mbret dhe një kom të tërë.